Edhe unë këtu shoh se një pikë pyetje të madhe, edhe besoj publika të jetë shumë surprizum shka do vjen javën tjetër. Por shofu në do sene, e kam atë farë mendimin tem, se unë gjithmonë e shoh veten si strateg shumë të fort, dhe strategjia jeme shumë në jetë më ka dalë korrekt, edhe në këtë aspekt, besoj se javën tjetër do tjetë publika e Big Brothers VIP Kosova 4 shumë e surprizume. Çfarë marketingu? Vazhdojmë me pyetje të tretë? Po flet Jo, këtu t'jesh po ndodhin përplasje dy natyrave. Është ajo, do me thonë, ana formale. Jo, në dy histori krejtësisht ndryshme. Ana formale edhe është pjesa personale e saj, e që këto dyja realisht nuk korespondojnë njëna me tjetër. Unë thashë, unë ka pikë s'kam qenë me kërkurtu, unë kam qenë mojtë senet... Unë e di për çfarë ka fjalën Ludo. Po, se kena pas fort. Do ta shohim, pra. Hajde, vazhdo. A vazhdojmë me pyetjen e treta nga publiku? Nuk e di çfarë po ndodh realisht. Edhe unë.